Përshëndetje. Ka fjali që nuk thuhen dot me zë të lartë. Kjo është njëra prej tyre. Thuhet me zë të ulët, zakonisht në fund të një bisede, ose në fillim të një seance, ose vetëm brenda vetes, natën, kur shtëpia fle dhe mendja nuk pushon. Ai më tradhton, por unë e dua. Këtu fillon gjithçka, dhe këtu ngatërrohet gjithçka, sepse zemra nuk funksionon me logjik, dhe dhimbja nuk bindet nga këshillat e shpejta. Mund të dish teorikisht se çfarë duhet të bërë, por prap të mos e bësh. Jo sepse je e dobët, por sepse je e lidhur. Tradhtia nuk është moment, është proces. Shumë gra përpiqen ta minimizojnë, ndodhi një herë, ishte një gabim, ishte vetëm një marrëdhënie seksuale, nuk kishte ndjenja. Por trupi dhe psikika nuk e përjetojnë kështu. Ato e përjetojnë si kërcënim, si pasiguri, si rrezik për lidhjen, për familjen, për identitetin tënd si grua, partnere, bashkëshorte. Pas tradhtisë nuk prishet vetëm besimi për të. Prishet dhe besimi yt tek vetja. Fillon të dyshosh në intuitën tënde. Si nuk e pash më parë, si lash unë të më ndodhe, si u bëra kaq naive. Dhe këtu fillon rrëshqitja e brendshme. Po, pse nuk largohesh edhe kur e di që po të dëmton? Sepse nuk je vetëm në këtë lidhje, je edhe në versionin e tij që ka qenë dikur, me kujtimet, me planet, me idenë e familjes, me investimin emocional, me vitet që ke kaluar. Je e lidhur edhe me frikën. Frikën nga vetmia, frikën nga mosha, frika nga fillimi nga e para, frika nga gjykimi, frika nga boshllëku. Shumë gra nuk qëndrojnë sepse nuk mund të ikin. Qëndrojnë sepse shpresa i mban peng. Shpresa se do të ndryshoj, se do ta kuptoj, se do të pendohet burri kur rrezikon të humbas gjithçka. Ndonjëherë ndodh. Shpesh jo. Dashuria pas tradhtisë ndryshon formë. Nuk është më e qetë, nuk është më e sigurt, nuk është më naive. Bëhet më vigjilente, e lodhur, me ankth, dhe fillon të kontrollosh oraret, të lexosh nën tekstet, të analizosh çdo ndryshim humori, të dyshosh në çdo vonesë. Dhe kjo ndodh, shumë herë ndodh, sepse ti nuk po jeton me lidhjen, po e ruan atë, po e mbikëqyr, po e mban atë me forcë. Dashuria nuk duhet të jetë me roje nate. Po ai kërkoj falje. Fjalët janë të lehta, veprimet janë të rënda. Pendesa e vërtet nuk matet me lot, por me durim, me pranim të pasojave, me respektimin e dhimbjes tënde, pa u lodhur prej saj. Nëse ai mërzitet kur ti ja përmend, të thot e kalove masën, të kërkon të harrosh shpejt, sillet sikur ti po e egzageron. Atëherë ai nuk po të shëron. Ai po kërkon rehati. Po fëmijët, po familje. Po, janë faktor real. Dhe askush nuk ka të drejtë të injorojë ata. Por dhe fëmijët nuk rriten mirë në një shtëpi ku nëna është e thyer emocionalisht. Ata ndjejnë tension, heshtje, ftohtësinë, dhe kur nuk flitet, gjithçka komunikohet. Një familje nuk mbahet vetëm duke qëndruar bashkë. Mbahet duke qenë emocionalisht të pranishëm, dhe kjo është e pamundur kur ti je vazhdimisht në alarm. Po kur qëndrimi bëhet vetë tradhti, ka një moment të heshtur ku tradhtia e tij pushon si që një plag dhe fillon të bëhet normalitet. Ti mësohesh, ul pritshmërit, e justifikon më shumë, duron më gjatë. Ky është momenti më i rrezikshëm, sepse nuk po të tradhton më vetëm ai, po tradhton veten ti, sepse po e mbyll gojën kur diçka të dhëmb, po e bind veten që kështu janë burrat, po i mëson vetes të jetoj me pak. Dhe çdo gjë që është pak,
ta ha pak nga pak. Por nëse zgjedh të qëndrosh, atëherë mos qëndro si viktim. Qëndro si njeri që vendos. Vendos kufi real. Jo kërcënime boshe, vendos çfarë është e pa negociueshme dhe mbaj fjalën tënde. Edhe kur ajo të dëm, aty qëndro. Qëndrimi ka kuptim vetëm nëse ai ndryshon realisht, jo përkohësisht. Ti ndihesh gradualisht më e sigurt, por jo më e friksuar. Lidhja ecën përpara, por jo se rregullohet në të njëjtën plag. Nëse jo, atëherë nuk është riparim, është zvarritje. Dhe nëse largimi është rruga, por nëse largimi është rruga e duhur, largimi nuk është dështim, është akt vetë respekti. Nuk largohesh sepse nuk e do, largohesh sepse po e paguan dashurinë me shëndetin tënd mendor. Dhe ky është një çmim shumë i lartë. Do dhemb, do kesh mall, do kesh boshllëk, por dhimbja e largimit ka një fund. Dhimbja e qëndrimit pa dinjitet nuk ekziston. Pyetja që nuk mund ta shmangësh. Mos pyet më, a do të ndryshoj ai? Pyet nëse kjo është jeta ime për 10 vitet e ardhshme. A jam në rregull me këtë version të vetes? Nëse përgjigjja është jo, atëherë tashmë e di se çfarë duhet bërë. Dhe nëse nuk je gati ta bësh sot, dhe kjo është diçka që është në rregull. Sepse shërimi nuk fillon me një veprim të madh. Fillon me një të vërtet të pranuar. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që ja therr pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofsh.